Prej 12 vitesh në Shqipëri vijon të jetë në fuqi një moratorium që ndalon çdo aktivitet lidhur me gjuetin me synimin për të mbrojtur faunën e egër dhe për të frenuar rënien e numrit kafshëve dhe shpendëve. Megjithatë, me qarkun e Korçës, 10 gjuetare konsiderojnë këtë masë të zgjatur si jo efektive dhe të padrejtë ndaj atyre që kanë ushtruar këtë veprimtari në mënyrë të rregullt dhe të licencuar. Sipas Paqësor Gorellarit, sekretarit të shoqatës së gjuetarëve në Pogradec, gjatë kësaj periudhe janë shënuar raste të shumta të gjuetisë abuzive të kryera nga individ të paautorizuar. Me moratoriumin nuk e di çfarë u mbulua. Ishin 4 cipërisht e gabuar, sepse në vend që kafshët dhe shpendët të shtoheshin, kafshët e egra, to u shfarrosën. Pse? Sepse të fortët, që është ligjëruar të fortët, kishin për kraje gjuanin në mënyrë barbare, jashtë sezoni, me drita, në kohën e shtimit, shfarrosës në mënyrë të tmeshme. Po të vije në çdo dyqan që kishte lokale, kishte mish gjuetie pafund. Fëllenzë, lipur, kaprolle, derë. Aktualisht, vetëm në rrethin e Pogradecit rezultojnë të jenë të regjistruar rreth 250 gjuetarë të rregullt, ndërsa në gjithë qarkun e Korçës, kjo shifër arrin afro 1300. Prej më shumë se një dekade, këta gjuetarë nuk kanë pasur asnjë mundësi të ushtrojnë pasionin dhe aktivitetin e tyre pavarësisht premtimeve të herpasershme për rishikim të moratoriumit. Gjuetarët shprehen të zhgënjur nga zvarritja institucionale dhe kërkojnë që ndalimit mos zgjatet më tej. Sipas tyre është marrë garanci nga institucionet përgjegjëse që nga muaji shtator i këtij viti do të lejohet hapja e sezonit të gjuetisë për disa specie të egra, por deri më tani nuk ka një vendim zyrtar që konfirmon këtë ndryshim, teksa ata mbeten në pritje të muajit shtator. Na është bërë gjithmonë premtimi që do të hapet. U bën 2 vjet e para, se ta 2 vjet moratorium, u bë 7, e shtyn edhe 5. U bë edhe 5 të tjera, u bë 12 vjet, që la gënjejnë. Në fjalën e presidentit shoqatës, zoti Themi Perri, që është në Tiranë, i kishte thënë ministrja Zoja Kumbaro, i kishte thënë që do të hapet në shtator, do hapim sezonin e gjuetisë. Prandaj ne po marrim tërë masat për ta organizuar. Nëse nuk hapet, na rrofshin në arbët që kemi varur. Është një lloj si aty kryeministri i tjegjësh Penelat e pikturës, ashtu edhe e gjuetarëve pasionant të hegjës çiftet.